Por nëse do të veçonit një ekip të vetëm, cili mund të ishte ai? Në kualitet Franca, ndërsa miksi midis grupit dhe cilësisë, pra një grupi kompakt, një skuadre me identitet dhe një ekipi cilësor, do të thoja Spanja. A ka ndonjë skuadër që mund të surprizoj kush do të jetë ajo nëndetsja e këtij kampionati botror, siç kemi patur më parë Marokun në kampionatin e fundit, Kroacinë në kampionatin paraardhës edhe shumë skuadra të tjera në historinë e botrorëve? Ka gjithmonë një outsider, ka gjithmonë një hirushe, ka gjithmonë një skuadër që është gati për të befasuar edhe për të tërhequr pas vetes, po themi ata cilët nuk e ndjejnë veten të përfaqësuar në nivel kombëtarësh, fjala vjen italianët që nuk janë aty apo edhe ndonjë tjetër, që sigurisht është normale të jetë kështu. Unë mendoj që këtë vit përtej 8 që përmenda pak më herët, pra nuk i konsideroj surprizën 8 skuadra që përmenda më herët, sepse janë skuadra me shumë potencial dhe skuadra të traditës. Unë shoh skuadra interesante në këtë edicion, në Meksik, SBA dhe Kanada, sa i mirë shoh Norvegjinë, shoh Marokun sërish dhe shoh Turqinë. Nëse i bëj një analizë shumë të shpejtë, ndër këto skuadra për mendimin tim spikat Norvegjia. E kam ndjekur në fazat kualifikuese, edhe për shkak të interesit që kisha direkt, jam një tifoz italian, më pëlqen shumë të ndjek në përgjithësi sportistët italianë në mënyrë të veçantë futbollin italian, kështu që pata mundësinë që ta ndiqja Italinë edhe në kualifikuese përpara Norvegjisë, hasi shumë vështirësi. Ishte një skuadër Norvegjia që janë nxiu jetën italisë në fakt, duke kthyer në vëmendje edhe atë që kishte bërë në 94 pikërisht në SBA, në botrorin e SBA-s. Norvegjia ka një pres shumë interesant lojtarësh. Nuk është vetëm Erling Haaland i Manchester City, vetëm Sorloth i Atletico Madrid, por janë një grup lojtarësh shumë të mirë, të cilët luajnë në skuadra të rëndësishme të Evropës dhe për më tepër ajo që spikat tek Norvegjia, dhe këtë dua të theksoj, është përgatitja fizike. Në nivel fizik dhe në nivel atletik janë një kombëtare shumë impenjative, jashtëzakonisht impenjative dhe janë shumë të disiplinuar taktikisht, kështu që unë shoh një skuadër si Norvegjia e cila besoj do të jetë një skuadër e cila mund t'i bëjë të vuaj ekipet e mëdha dhe ekipet e traditës. Interesant është dhe Maroku ka ruajtur të njëjtin grup, sikurse në botrorin e fundit ku shkuan goxha larg dhe janë një kombëtare e cila për shkak se shumica e lojtarëve luajnë në skuadra të rëndësishme të Europës, nuk e ka frikë, po themi, staturën e të qenit një skuadër e dorës dytë, sepse lojtarët që ka janë lojtarë me kualitet dhe janë mësuar luajnë në nivele të larta në kompeticionet europiane. Edhe në takimin e fundit miqësor që pati Maroku me Norvegjinë pak orë më parë, ishte një ndeshje vërtet shumë e fortë e cila u mbyll me rezultatet e barabartë 1-1 dhe unë pata nuk u shkënjeva nga pritshmëria për të qenë një ndeshje e fortë. Ajo ishte vërtet një ndeshje e fortë miqësorja e fundit mes Marokut dhe Norvegjisë dhe unë pres që të jenë dy skuadra të cilat mund të krijojnë probleme serioze e ekipeve të elitës. Edhe Turqia Vincenzo Monteles ka një grup interesant lojtarësh, me Arda Güler dhe jo vetëm, me Kenan Yildiz, kështu që e shoh gjithashtu edhe Turqinë si një kombëtare me potencial. Por nëse do të veçoja vetëm një, sikurse këmbgulet ju edhe për favoritin e madh, unë do të këmbgulje tek Norvegjia.